Te reagimi I besimtarit pasi dëgjoi prej shokut të tij të bisedës mohimin e ditës së ringjalljes apo të llogarisë, është edhe fjala e tij kur ai thot lakinnahu Allahu Rabbi, jo, por sa ai që ti mohove është Allahu Zoti im. Thon komentues të Kuranit se në këtë pjesë të ajetit përfshihet distancimi I besimtarit nga veprimi I mohuesit dhe deklaratat e tij, dhe janë një reagim I përhershëm I besimtarëve në çdo vend dhe në çdo kohë, siç bënte Ibrahimi alayhis salam kur shihte idhujtarët duke adhuruar objekte qiellore dhe tha atëherë në atë rast inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa, që do të thot jo, por se unë e kthej fytyrën time nga ai I cili ka krijuar qiejt dhe tokën dhe anoj nga ky lloj besimi. Thon dietarët se deklaratat e tilla në rastet e tilla kanë tre dobi. E para prej tyre forcojnë besimin e drejtë në zemrën e besimtarit. Përballja e vazhdueshme e dikujt me situatat e tilla mund të dobësojë të vërtetën që ka në zemrën e tij. Dhe kështu me deklaratat e besimit ai largon ndikimin e tyre dhe prandaj shohim në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam se deklaratat e besimit janë pjesë e dhikrit të ditës dhe që synojnë forcimin e besimit në zemrën e besimtarit. E dyta, deklaratat e besimit janë ftesë edhe për të tjerët tek e vërteta, sepse duke bërë një deklaratë e tillë bëhet e qartë se ku qëndron gabimi I të tjerëve, dhe kështu kur ky mohues mohoi ditën e ringjalljes dhe në të vërtetë ai mohoi fuqinë absolute të Allahut, atëherë besimtari bën të kundërtën dhe pohon për Allahun e madhëruar, zotërimin e tij absolut dhe fuqinë e tij absolute kur thot jo, por ai që mohove ti është Allahu Zoti im. E treta dhe e fundit e këtyre dobive është se deklaratat e besimit janë edhe një njoftim për besimtarët se ky njeri I përket këtij lloji besimi dhe se mban anën e tyre. Këtë e ka përdorur Isa alayhis salam kur pa mohimin e Beni Israilëve dhe atëherë ai u tha atyre men ansari ila Allah, kush janë përkrahasit e mi në rrugën për tek Allahu, në mesazhin e tij me të cilën ishte dërguar. Atëherë havarit një zëri I thanë nahnu ansarullah, ne jemi përkrahasit e Allahut ose përkrahasit e tu për tek Allahu I madhëruar. Dhe kështu u bë e qartë nëpërmjet kësaj deklarate se çfarë qëndrimi do të mbajnë këta besimtarë dhe që ishin havarit e Isait alayhis salam.